Jemi lumtuar shumë, jemi kënaq. Fillim fare kishim shumë emocione. Gjatë gjithë kohës jemi stërvitur për këtë ndeshje. Edhe falenderojmë gjithë stafin e të shkollës, të profesorët e të karrierëve. Jemi shumë të lumtur për fitimin e këtij trofeut. Është hera e parë që marr pjesë në ekipin basketbollit për shkollën Konstantin Kristofori dhe ishte shumë emocion. E lumtur që fituam këtë finale dhe këtë fitore dedikojmë gjithë shkollës tonë dhe punës tonë pa lodhur. Shpresojmë të zhvillojmë sa më shumë aktivitete të tilla sepse janë mirë për moshat tona dhe sa më shumë tritet aktiviteti i këtyre sporteve aq më mirë është për gjithë ne. Ndihem shumë i kënaqur, besoj se bëjmë një lojë të bukur, të merituar dhe gjithë kampionatit kemi zhvilluar lojra shumë të bukura dhe mendoj se meritonim kupën dhe prandaj ja dedikoj këtë kupë shkollës time. Ne ndihemi shumë krenar sepse kemi qenë për 3 vite pjesëmarrës dhe si viti i tretë unë ndihem shumë krenar me veten, po jo vetëm me veten, por dhe me ekipin dhe ndihem krenar për këtë fitore. Dhe jemi kushtuar shumë kësaj ndeshje pas gjithë atyre aktiviteteve që jemi marrë.